Një aksion i përbashkët i prokurisë së posaçme kundër korrupsionit të Byros Kombëtare të Hetimit të zhvilluar në qytetin e Shkodrës dhe në zonat përreth me qëllim goditjen e krimeve zgjedhore të evidentuara gjatë procesit të fundit elektoral. Bëhet me dije se hetimet janë përqendruar mbi veprimtarinë e Partisë Social-Demokrate, ndërsa disa persona të tjerë janë shoqëruar për të marrë në pyetje në ambient të policisë së Shkodrës. Kontrollet janë shtrirë edhe në Malsinë e Madhe dhe në Vajin e Deos, ku dyshohet për përfshirje të elementeve lokal në parregullsi gjatë votimit. Në një panoramë më të gjerë, prokuria e përgjithshme ka regjistruar 87 kallëzime penale për krime zgjedhore në shkallë vendi. Tirana mban numrin më të lartë të kallëzimeve me 21 raste, e ndjekur nga Elbasani me 11, Fieri me 8, Lezhë me 7, ndërsa qarqet e tjera kanë raportuar pak raste të dyshuara. Burimet nga grupi hetimor thonë se verifikimet në terren janë vetëm faza e parë dhe se priten zhvillimet më tejshme në varësi të provave që do të përfitohen nga kontrollet dhe deklarimet e të shoqëruarve. Operacioni është pjesë e përpjekjeve për të garantuar integritetin e procesit zgjedhor dhe për të ndëshkuar çdo ndërhyrje të palishme në vullnetin e qytetarëve.